Përsëri bashkë, ndërkaq po e vazhdoj bisedën me musafirin tim të radhës, me mua këtu afër është këngëtari Aziz Murati, me cilin do të flasim për shumë gjana bashkë, por gjithsesi po e nisim nga sezona. Me qenë se verën vetë se e lëm mbrapa, do të flasim pak për fluksin e verës, për dasmat, ahengjet familjare e shumë çka tjetër. Zotri Aziz, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kënaqësi ju pas në studio. Kënaqësia është e imja, faleminderit shumë për ftesën, respekte për emisionin tuaj, për krejt stafin tuaj. Faleminderit shumë. Po flasim për sezonën, me qenë se zakonisht vera është e mbushur, jo vetëm me bashkëdhetarët tanë që vinë në trevat tona shqiptare në përgjithësi, por gjithsesi ka shumë ahengje familjare, qofshin dasma, qofshin ahengje të ndryshme, dhe po besoj edhe ju keni qenë i zonën mjaftueshëm këtë verë. Po, si zakonisht ne nifemi me punën që e bojmë, edhe kështu që është zakon i mirë, s'po flas në kondin tim pse e punoj këtë punë, por është zakon i mirë të shqiptarët që pa marrë parasysh edhe ata që janë këto, edhe ata që janë jashtë vendit, nuk i harrojnë zakonet tona, se munden tek funi-funit, munden me bo me 20 veta një mbrëmje familjare dhe kryet ceremonia, martohet djali apo nipi apo mbesa, edhe kryen senet, por fatmirësisht nuk i kem harru zakonet tona që janë për t'i lavdru këtë sene, e na si këngëtar me këtë punë që punojmi, kjo është edhe ma mirë, na rezervojnë sidomos për sezonën e verës, kemi shembull angazhime, ashtu nifemi edhe kem pas si e ceketi në gjitha trevat tona, nifemi si këngëtar i ahengjeve, sidomos i ahengjeve familjare, kem kalu shumë mirë, pa dyshim që është lodhje, por jemi adaptu me këto. Është bërë rutinë e punës. Pa tjetër. Kthehet tani në normalitet, kështu po themi. Juve njeni për këngët live, aty për aty, e jep një shpirtin në çdo mbrëmje familjare ku jeni. Biles problemi më të madh, kritika më të madhe që e kam thuse shumë shpesh, ata familjarët që zoja shtëpisë, thojnë, Aziz, një probleme kena pas sante, si për shemull, dhe unë bona marak, thom. Qka? Qfar problemi, se shemull, unë knaqëm shemull, kur në fond, kur të kryet dasma, ceremonia, kur të përshëndetmi me zotin e shtëpis, zojnë e shtëpis, shemull, kur të thojnë, falimderit, kem kalu shumë mirë, inshallah takomi në gëzime tjera, që atëherë jam halo ma i knaqëm. Edhe por një zoj më tha, Aziz, një problem të sante, edhe unë u bona marak, thash, çka ndodhi, tha, një problem të se ti edhove, tha, si me pas martu, tha, djalin, tha, sante, tha, edhove maksimumin. E masa ne u bona rat, thash, për ato, thash, se kam derë, thash, se une, ashtu e kam zakon, karakteri im, është shemull, nëse aj e ka vendos, ty me të marë, më konë pjesë e ahengut, familjes, pjesë e familjes, shemull, faktikisht është respekt i madh, se nuk e vendos një person, por e vendos zoti shtëpis, zoja, bashkë me fëmijët e vetë, shemull, edhe vendosin, se shemull, tash, s'po thom fatkeqësisht, po fatmirësisht kanë dalë shumë këngëtarë të ri, por ata këngëtarë të ri, shemull, do të me ditë do sene, se shemull, kur ti shkojsh në dasëm dikujt, ti dosh me dhonë maksimumin ata që mundesh me bo. Edhe nëse shemull nuk je 100%, por ata të shofin se reflekton pozitiviteti jotë që ti po mundosh me bo një sent mirë për ata. Edhe ata ta të shmojnë ato. Une që ashtu mendoj. Edhe s'u m'ka ra keq. Edhe s'ka ra keq, pa dyshim. Prandaj edhe e thash, prandaj edhe e përmenda, me qenë se është një besim që të është dhanë për natën ma të rëndësishme të një qifti edhe të një familje kur marton fëmijët e tyre. Kështu që është një përgjithësim vete edhe normalisht pas ka qenë koment i bukur i zonjës. Për kësi komente kam nevoj edhe besoj që çdo kolegi jemi ka nevoj për kësi komente. Unë njifem ashtu, karakteri im është kam qef principi të jem 2 orë për para në dasëm,
t'jem ashtu që do t'jem, shemëll me grupin, se ashtu i kom thonë, do t'jem në ora 6 kushtimisht, do t'jem aty, e jo shemëll ata me na prit neve shemëll, musafir t'kan ardhë dhe ti tash shkon, darsëm edhe bash së kur star. Na, star, nuk jemi yje, ne jemi shërptor poplit, edhe do të me kry punën, si me marrë në i farë punë, pa marrë parasysh që je. Po, aty është një loj ringi, që del në ring edhe e dëshmon veten. E shemëll, aty janë 300 musafir ose 400. Ata e vendosin, nëse ka qenë mirë, ata përfolësh për mirë. Po nëse ka qenë jo mirë, mandej besoj që shemëll nuk mundet me thiri njëti person. A ka raste shemëll, mas sa mujve shemëll, thirë një person të kam qenë të dasma, e darjes ose e tezës, ose edhe në ke pëlqy. Ka raste, që aty për që aty shemëll është zotria me familje, është darsëm i thirë, në kone pauzës, vjen të kërkoj falit që për të shqetsoj, për të pengoj, a je i lirë filan datën për vitin tjetër, shemëll, ka dhe asi raste. Nuk po thomë, po, une po ta cilin nëse shemëll për çdo punë, nëse shkon me sinceritet, me koreksi, edhe e jep ato që e kije, mësë frigo se e shpërblen Zoti, ajo që e shpërblen ato sene. Shumë e vërtet. Për gjitha ata që nuk e din, juve keni më shumë gati, po themi, ndoshta 30 vite karrierë, dhe nuk është rasisht puna që ju bëni. Po, e vërtet është, kështu me vite nuk jam i vjetër, por me karrierë, nuk thomë që jam i vjetër me karrierë, por 30 vite jam në skenë, ata që më ndjekin mu, dashamirë të muzikës teme, kongës teme, ata e dinë që shemëll prej para lufte kemi albume, kemi konga, edhe mandej fatmirësisht fati jem deshti në vitin 2001, pata një kontrat bukur që çdo këngëtar e kishte pas dëshirë ta ketë kontrat. Në atë kohë, në vitin 2000-2001, ka qenë grupi i famshëm i muzikës popullore, grupi Korona, që shfryzoj rastin në emisionin tuaj të përshëndes, Valton Beqirin, me kret ekipin, Ylberin, Arbenin, Valbonin, edhe Nusret Kuqicin, kam kujtime shumë të mira. Më vjen keq nëse në intervjist nuk i përmeni se kam kujtimet e mira dhe nuk e mohoj atë respektit që ma kanë bo. Kam qenë vetëm 21 vjeçar, shemëll, por kam kujtimet të mira edhe kam shumë, si me thonën, është vullos puna jeme, që edhe mas asaj, shemëll, kem punu senet mira, bashkëpunimet mira, kam duete me kretë estradën shqiptare mundem të them, jo vetëm kosovare, por shqiptare që janë dëgju konga, kem konga sezonale, komerciale, që janë vetëm për 1 muj, 2 muj. E do t'i flasim edhe ato, po, e vërtet. Dhe tani jemi pikrisht në këtë fazë, po thimi, të industrisë muzikore, ku shumica e këngëve bëhen kështu, sezonale. Pse mendon që kemi ardhur deri në këtë pikë? Apo është kthyer muzika në një kuptim si fast foodi, nëse guxoj me e quajt kështu? Mones, po vjen keq të flas shumë, se ndoshta më keq kuptojnë. Po. Njerëz që janë të na ndjekën, por ma din karakterin, kam qef ta flas të vërtetën, të pas parasysh, unë ashtu mendoj, ndoshta nuk është, por mendimi është imi që shembull ku ka ardhi këtu, është të produksionet. Produksionet si për shembull ata e lypin vetëm në kongë, në punë që ata kanë profit, edhe nuk ju intereson shembull ty atë dëmton, shembull, a është teksti jo i mirë, apo orkestrimi, apo melodia. Ai shembull e këshyr esopet e veta, klikimet e veta, edhe përfitimet e veta. Edhe nuk i intereson shembull a dëmtoshti. Kurse ne shkretit po them, jemi detyruar se
shembull, nëse ti nuk shkon me bo ato, shkon ai tjetri, por ne jemi mundu, jemi disa kolegë, s'po them vetëm une, por jemi disa kolegë këtu në Kosovë, Shqipëri që e kem mbajt shembull deri dikon, shembull mos me shku bashkë. Shembull se ti përfolësh në përbot ka shumë sene shka munësh mu bo viral, por viral munësh mu bo edhe me senet këshia. Na pedimi ato. Dhe jemi edhe jemi tash në atë kohë që dëshmitar të bile situatave. Shqipica nuk e kanë dert, edhe e din që shembull është punë jo e mirë, por e ban vetëm mu bo viral. E bëjnë me qëllim. E ban me qëllim vetë mu bo viral. Une në atë aspekt nuk kam dëshirë që të njifem me asisene, njifem si këngëtar, i muzikës live, njifem si këngëtar i muzikës popullore, shqipe, po të njifem edhe si këngëtar i këngëve dasma, njifem edhe si këngëtar i baladave, edhe pse shembull shumica e baladave mu kanë dëgju shumë, mi kanë këndu, kur ti këndojnë këngat, është gëzim i madh, është shumë punë e mirë, por tash në këtë kohë, shembull, ti ta merr këngën, ta këndon këngën, nuk të pyet hiç, edhe mandej del. Dhe përfiton në krah të këngës tënde shumë. Edhe bile nuk ta përmend as emrin, e fatkeqësisht ajo nuk ban. Por shembull, ne kem dëshirë që më këndu kënga mu, por janë disa sene, por si do që tjetë jalo kohës, nuk jam tip që flasë shumë, por suksese i dëshiroj gjdo kolegu tim, vetëm me pas kujdes, qka po kënon, me pas kujdes qka po prodhon, edhe me qka po del, apo kuptan? Ajo është mendimi im. E vërtet. Kur dalim jashtë sezonës, po themi jashtë këtyre ahengjeve të një pas njëshme që e karakterizojnë verën, është një periud pak më e qetë kjo periuda vjeshtës, apo jo, edhe normalisht fokusi po besoj tani spostohet edhe shkon tek projektet, tek bashkëpunimet, pikrisht, te prodhimet. A ti diskutojnë pak projektet e fundit, projektet që janë në plan e kështu më radhë? Une për më herët e ceka se para shumë viteve kem bo disa projekte, por në atë kohë ka qenë ashtu sistemit që shembull ke dosht me bo një kongë, por ndoshta realizimi ti e ke ditë që konga është shumë e mirë, vija melodike është shumë e mirë, teksti është shumë i mirë, por finalizimi nuk ka qenë ashtu që shke pas qefti. I dur, i prishme. E tash të pas parasysh që shembull fatmirësisht shembull une i kam disa konga që më herët kanë qenë shumë të mira, edhe jam ti ripërpunu. Edhe tash i kum bo disa kongë që i kum ripërpunu, edhe kanë dalë diçka fenomenal me një orkestrim jashtëzakonshëm, edhe jam shumë i kënaqur, por përveç asaj kemi edhe disa bashkëpunime, disa duete të mira që kam dëshirë edhe të ciki, shembull në sezonën e verës kemi pas shumë bashkëpunim me kretë kolegët bashkëpunojnë në përdarsma, i propozoj, po përveç asaj edhe dasmor shembull kanë dëshirë, bojnë përzgjedhje thot, apo të pengon filan këngëtarja, e shembull du ta ceki që si vjetë kem pas shumë bashkëpunime të mira, edhe shumë darsma jemi taku me Linda Hakaj, edhe ashtu, si e ceka, shembull, kem kalu mirë edhe prej darsma tjetër ka ushtë rezervue, ashtu që shjeni, po kam qef ashtu, edhe vendosëm një bashkëpunim të bojmë, edhe pse kum pas një bashkëpunim ma herët, edhe ka qenë shumë një kongë shumë e mirë, edhe tash e vendosëm një me bo një kongë, edhe kështu që ajo konga ushtë realizu, edhe 2 javë do të lansohet, edhe besoj që do të apresin mirë. Ata që na dojnë, shembull mu, Lindën, ata besoj që
do të knaqen të ndëgju. Se dikush që nuk donë, nuk kanë s'ka me bon, ti nuk... Po, shumë e vërtet, është e pamundër me të pëlqy të gjithë në funditës, sepse ka tani pëlqime për zhandret ndryshme të muzikës. Çfarë tematike ka kënga? Tematik dashurie, njerë dimër, njerë verë, asë në toke, asë në qelë. Kështu që është... Me zë. Me qenë se e nisëm kështu. Po kismet, do të vim pas djove, do të bojmë bashkë me Lindën. Pse jo, ju mirë presim. Bashkë me Lindën do të promovojmë kongën. Ju mirë presim. Gjithsesi planet për të ardhmen cilat janë? Planet për të ardhmen unë gjithmonë... Ka diçka konkrete që e keni plan që një kohë edhe nështë dëshironi ta realizonim? Disa kërkesa kam patën prej fonsave të mi, s'po të madhurus, dësha mirë të kongës time, kërkesa shemë në Facebook, TikTok, Instagram, telefon privat, azis baladën, si kjo balada, pse nuk një balad, pse s'pe ban një balad, shemë njifem edhe për balada, si për shemë lotët e mija t'ilo amanet, ka qenë hiti im, moj katilet që kam ke bo, ka qenë hiti im, qa me bo, e du me zemër, konga ka qenë e imja personale, ma kanë marë kret, javë kumë dhonë, me dëshirë, ju kumë rru suksese. E kështu që ma kanë kërku foncat, ato dashamijet që më djekin mu, ma kanë kërku një kongë si qikta. Edhe tash e kumë bo një, po speditash a ju pëlqen, atyne që më djekin mu, por shpresoj që është një balat shumë e mirë. Mirë, do ta mirë presim, por gjithsesi do dahet shumë ta diskutoja këtë pjesën e këngëve hite, me qenë se e përmendet Kalim të edhe pak më herët, por që në një farë forme mund të ketë hatërmbetje ndoshta për persona të caktuar, për këngëtar të caktuar të cilët e kanë marrë këngën, e kanë këndu edhe nuk është se e kanë kreditu personin e duhur, nuk është se e ka përbend ndonjëherë emrin e juaj. Po ka hatërmbetje se munges e respektit, munges e edukatës, unë e mendoj ashtu, por unë i kum falën edhe nuk mire me asisene, por tash ka ndryshu sene se shëmëll nuk guzon me ta marë se strajk edhe i e këtë konga edhe mandi. Por si do që tjetë shumica e kongëtarve kanë kërku leje edhe ju këmë dhonë leje. Gjdo kush e ka pone, pe thëmë atë në kondin tim që shesho këtë punë, ma mirë është me prodhu vetë, por nëse nuk ki aftësi me prodhu, ka njerës që janë special për këtë punë. Që më shkon të nëj kompozitor, edhe i thu, pedu një kongë qështu si kjo konga, a mund është me ma bo, shkon të nëj orkestrus i mirë, fatmirësisht Kosova ka plot orkestrus, edhe shkon ku do që të shkon nuk gabon, edhe shkon të nej tekst shkrus, shemë edhe lip nej tekst mirë, edhe e ban kongën, e ban videoklipin, edhe besoj që mund është me pas sukses. Nëse prodhëm. Nëse punon, dëshirë, vullneti. Unë vullneti nuk e kom humbër, ajo është arsyeja që nuk them që jam pale ku jam, por nuk du t'jem, kam dëshirë që t'jem në atë mesin, mesi është i artë, nuk du t'jem bash në ato maje, se nëse je bash në maje, munën prej gjdo të cepi me të gjujtën edhe mandej munësh me ra poshtë. E kështu që ma mirë aty pak në mes, edhe me pas pak jetë gjatësi pak ma të madhe, ma të gjatë. Shumë e vërtet, edhe një rahati po themi ndoshta si shpirtrore, ashtu edhe në anë tjera. Ashtu unë me ndojt, nuk është ashtu, po unë ashtu kam dëshirë. Është një përgjithësi e madhe, e thashë edhe ma herët, puna e këngëtarit, sidomos kur e ka në dorë, po themi natën ma të veçantë, ahengun ma të veçantë të një familjeje. Por gjithsesi, ne jemi mësu që të shohim këngëtarët vetëm në këtë anën e mirë, pozitive, duke këndu, duke disponu të tjerat. Ka pas ndonjë rast ndonjëherë që juve s'keni qenë mirë, apo keni pas një rast
jo ndoshta shumë të mirë, po që është dashur të performoni pa tjetër? Ajo është obligative, biles, tash petregoj të vërtetën, ne nuk guxojmë as mi tregu dasmore që shemëll. Ka ndodhë diçka? Nuk guxojmë mi tregu dasmore që jam i lodhën, si për shemëll, kum këndu e prom shemëll, një ditë para, kum këndu, do shta na kanë vënu dhe në 4 mëngjes. Edhe desa kum shku të shtëpia, u bo 6 ora mëngjesit, edhe normal që nuk dzend gjumi me nere, do shta jam pa gjumë, jam i lodhën, por ku shkojnë darsëm, shemëll, nuk guxojmë. Në shemëll, mi thonë dasmorit, valloj, prom, isha me një darsëm, na kanë vënu, na kanë maltretu, edhe jam shumë i lodhën, se çdo darsëm na që shkojmi, ai e ka një gëzim. Na jemi për çdo natë, por ai që shkojmë ne, ai e ka qatë gëzim. Edhe ka shumë raste që thot Aziz që 20 vite këtë gëzim e priti, shemëll. E ta shtim mi thonën, jam i lodhën, ndoshta e banë që është mas miri, por t'ja ke lonë një pikë atina, që shemëll në fund thot shumë mirë ke, por Azizi pak ke i lodhën. A nëse shemëll e thu atë fjallë, a nëse nuk e thu, ti je detyruar me shku ashtu si që duhet, me roba të korosën, që shtojnë ato i lavish për lav, i regullum, me edhe pozitivitet. Një kolegi jemi, speciki me emër, jam i ka, po mishe këto rrudha. Unë isha i ri. Tha, këto rrudha se mu kanë bon, tha, që jam i vjetër, tha, po mu kanë bon, tha, tu kesh, tha, tu kesh njerëzve, tha. Ashtu populli jonë e do, e kemi profesionet që shamë kur dalmi në skenë, në binë, kur ta bojmë atë përshëndetjen e parë, dush më konë pozitiv, shamë, përshëndetje, për kretë, shamë, me pas një reagim, shamë ti folja ti mirë mroma, a njërës nuk këshirin folin, e shamë, fillimi është, ka kuptim shumë të madhë, e lunë një rol shumë të madhë, fillimi i dasmës, shamë, hapja e dasmës. Nëse e hapë, ashtu si që dohet, shamë, mande e ki shumë letë, edhe që shtojnë ato që shumë veni e banë ku venin, e shefti qëfar karakteri, qëfar mentaliteti, qëfar podojnë, qësh podojnë, tash ty dush me abo qefin. Apo kuptan edhe, kalon mirë, pa dyshim. Shumë e vërtet. Ka ndodhë ndo një rast, po themin, në të folur, në të thënë emrat e dasmorve, apo diçka e tillë që... Mi përzi? Po? Ka ndodhë, amo fatmirësisht ne shemëll në përsa kohë... Se tani me qenë çdo natë në darsëm, edhe pas emrat të ndryshëm, çiftet ndryshme, është pak e vështirë me i mbajtë. Ka raste, përbes, po ka pas raste, amo, në kanë ndihmu zoti, se shemëll, e këm pas shemëll atë letrën, edhe shemëll në bemnin, familja kushtimisht, Asani, edhe zoti shpisa e, edhe shemëll, unë sa kohë e këm lonë, edhe e këm kryja ta, edhe... A nuk e ke heq? Masani ka pas raste me të njëtën sa kohë, është dashur me shku? E ku marë sa kohën që ashtu kom dalë për shpije dhe e kom qitën ato, e kom marun e fletën, e shemëll, e kom shkrujtën, por e kom... përzi. Edhe, masani mu duke si njetë si... Edhe, shka është ma interesant, na këngëtarë shemëll, mas 15 darsmave, do këtë si e njeta darsëm. Do këtë si kur që ato dasmor janë që para trenatve, apo kuptat? Pasi do që tjetë në kanë ndihmu Zoti, e tregohën në fillim të emisionit nëse shkon me sinceritet, me përgjithësi, me koreksin tonë, shemëll, shpirtërore, nëse shkon me kry punën, qësh është mas miri, edhe me ato mundësit e tua, jo me dalë prej vetës tone, edhe ato sene shpërblehen, edhe ato sene vlerësohen, edhe nëse nuk e kupton asë një dasmor punën, muzikën, ka me të vlerësu, se ta shofin që ti jetë e bo që shtojnë hakikat. Shumë e vërtet. Apo e përmbyllim me pak muzikë, me pak këngë? Po, une jam ardhë në emision, jam ardhë me knatësi, edhe pse jo,
Me cilën kongë po dënë? Qa të doj zemra? Qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, oj shoqni, kalli flak, kjo dashni. Qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, oj shoqni, kalli flak, kjo dashni. Shumë krahasi që ju pata në studio, zotëri Aziz, faleminderit për gjitha këto Kënaqësia që imja. me ne, e faleminderit edhe për tingujt e bukur. Respekt për ju, respekt për emisionin tuaj, respekt për shikuesit, ata që na ndjekin. Shumë knaqësi edhe njerë. Faleminderit shumë, Faleminderit. suksese. Miqtë e mi dashur, kaq kishim sa i përket edhe këtij edicioni.